zotin Ramush Haradinaj në cilësinë e komandantit të zonës operative të Dugaxhinit për një fjalë rasti. Faleminderit shumë. Nderuar Presidenti në detyrë, Zonja Axhiu, të nderuar përfaqësues të institucioneve, gjitha niveleve, qeverisë, të deputet shumë që ju shoh, kryetarët komunave, veçanërisht të dashur komandant gjallë të brigadës 28 Agim Ramadani, komandant Rustem Berisha, Anton Çuni, Fadila Dergjonaj, Xhafer Gashi, Muz Gjakova e shumë tjerë. Pra, është në nder tonin të vim çdo vit këtu e të jetojmë me ndjenjen e asaj sakrifice, të asaj lufte heroike, e të atij kontributit madh për shtirimin e atë bërë nga mos them qindra mijë luftar të brigadës 28 Agim Ramadani, edhe është poshtu nder që ndrojmë para familjeve të dëshmorëve, para familjes së Shaliçekut, të Agim Ramadanit, Gjemal Fetahaj, e të 114 të tjerëve që dhanë jetën, pra mu këtu në trojet tona, në kufirin që padrejtisht na ka nda atë gjatë, edhe që u bën themeli lirisë sonë. Ne inderojmë të gjallët, General Çeku, faleminderit që e prezant, Ali Ahmeti, faleminderit shumë, edhe shumë bashkëftarë se bashkëftarë nga gjitha trojet shqiptare. Nëse veçojmë pak fjale, mos me i përsërit ato që i kemë thonë çdo vit, se çdo vit bashkohemi këtu, ndoshta është më rëndësi ta rikthejmë në kujtesë se 9 qershori, marrëveshja e Kumanovës, ka mujt mos me qenë e tillë, sikurse mos ishte lufta e Kosharës. Pra një epilog i luftës do të arrihej, po pa luftën e brigadës Kosharës, pa këtë intensitet të sulmit, pa këtë intensitet të goditjes ndaj armikut, pa depërtimin frontal e marrjes e një pjesë të territorit në përgjithësi të armikut, është e mundur që 9 qershori, marrëveshja Kumanovës ka mujt me qenë tjetër, ka mujt me qenë më e keqe. Nikosisht, shumë obligime të marrura më herët, kanë mujt me sjell pasoja për Kosovën me 9 qershor, sikur mos ishte lufta e Kosharës, betejë e Kosharës, luftarët e Kosharës. E pse? Intensiteti i luftës sonë për sqarim në zonat operative nuk ishte aq i lartë. Pra, lufta vazhdonte, UÇK-ja bënte detyrën e vet, po intensiteti i luftës nuk ishte i tillë që me dëshmu një fuqi zjarri, një fuqi lufte, një fuqi godice, edhe me u vërtetu se jemi një palë serioze luftarake, dhe që kur arrihet funi i luftës, mos me vendos kushtet qia për Kosovën. Pra mos e harroni këtë, kjo betejë, pra krahas shumë aspekteve tjera që e ka ndryshu rrjedhën e luftës, jam i bindur që e ka mundësue që kur mbyllet lufta, tani shpesh po ndëgjojmë në për konfliktin e përbota në pushimin, pra mbyllja e luftës është ndikue dhe është arrit të një mbyllje e tillë çfarë e gëzojmë sot, veçanërisht fal e kësaj lufte, e kësaj betejë. Ne sot gëzojmë ditën e Kushtetutës. Dhe është shumë interesant edhe një veçori e kësaj brigade. Shumica e udhëheqësve të kësaj brigades ishin ushtarak në përvojë të zot, pra ushtarak në përvojë të zot. Ishin intelektual që kishin veç krijimtarit vetën vepra për atë dhënë për kombin, që i kishin kalu edhe pasojat e sakrificat e veprimtarisë vetë, burgosur politik, dhe shumica e tyre u kthyn në udhëheqës pra lufte të kësaj betejë, të kësaj epopeje, se zgjati me ditë tona. Shaliçeku ishte edhe ideator i lëvizjeve të mëhershme, krijues i shumë pikpamje dhe jo veç luftarake, po për identitetin tonë, për drejtat tona, për lirinë dhe tonë, po ashtu ishte Agimi, ashtu ishte Gjemali e shumë tjerë. Ne nuk nga vedet shumë me shtu në një ditë që kjo, por po e vërtet të asgjë është rasti, në të meret lirisë tonë është një sakrificë madhe, do të vazhdojmë me ushqell me respekt ndaj sakrificës tonë për liri, për ecim kujtimi për gjithë rëndë. Të ndëruar bashkëluftetar të brigadës 138 Agim Ramadani, në veçanti invalid të luftës,
me lejoni që në emrin tuaj dhe në emrin tim personal, në pranin e familjarëve të dëshmorëve të Kosharës, të heronjve të Kosharës, të i përshëndes musafirët pranishmit që janë sot me ne këtu. E nderuara ushtruese e detyrës së presidente zonja Albulene Haxhiu, e nderuara zëvendës kryeministre Donika Gërvalla, i nderuar ish kryeministër Haradinaj, ish kryeministër Qeku, të nderuar vëllezër nga Shqipëria, i nderuar dhe nga Maqedonia e Veriut, i nderuari Ali Ahmeti, mirë se ke ardhur, të nderuar ministra, deputet, kryetarët komunave, shoqatat e dalura nga lufta, përfaqësues të policisë Kosovës, të ushtrisë të Kosovës, të dashur qytetar dhe ju të pranishëm. Mirë se keni ardhur në 27 vjetorin e fillimit të frontit të Kosharës. Pa përgatitje të mëdha, nuk ka fitore të mëdha. Heqja e kufirit me luftë nuk ishte rastësi, por ishte fryt i përgatitjeve të palodhshme, i guximit dhe i vendosmërisë së luftarëve tanë. Kjo u dëshmua me së mirit në frontin e Kosharës, ku vullneti për liri u shndrua në veprën dhe në veprim të organizuar ushtarak dhe në një operacion historik për heqjen e kufirit. Janë disa faktorë kyç që ndikuan drejt për drejt në suksesin e këtij frontit, siç janë përzgjedhja e drejtimit të sulmit, unifikimi i forcave, përvoja e njësive të grupit 3 operative dhe të bashkëluftarëve tjerë në luftën e zhvilluar në vitin 1998. Rritja e kapaciteteve, përgatitjet, trajnimet intenzive si dhe hartimi i planit operativ për heqjen e kufirit që u hartuan nga komanda e përparume, e udhëhequr nga Agim Ramadani dhe u prezentua bashk Agimi me Salin dhe miratova unë si komandant i grupit 3 operativ. Zbatimi i këtij planit operacional shënon fillimin e një ndër ofanzivave më të rëndësishme të luftës. Para 27 viteve, njësitë e grupit 3 operativ në orë të hershme të mëngjesit nisën luftën frontale me qëllim heqjen e kufirit. Një kufi i vendosur padrejtisht, simbol i dhunës, represionit, që kishte marrë shumë jeta njerëzish dhe kishte ndarë familje dhe troje. Pas depërtimit fillestar dhe marrjes së objekteve dominuese në radhë të luftarëve tanë, shpërthyen emocionet e forta, gëzim, krenari dhe përgjegjësi e madhe. Ishin qaste që nuk përshkruhen lehtë, sepse çdo hap përpara ishte një hap më afër lirisë. Në ato momente historike, Agim Ramadani, Sali Qekaj, Gjemal Fetahaj, Abbas Thaçi dhe Ahmet Hasi pasqyronin shpirtin e luftarit të lirisë, të qetë në vendimarrje, të vendosur në veprim dhe të vetëdijshëm për sakrificën që kërkon të rruga drejt lirimit. Të gjithë e dim se lufta kërkon dëshmorët. Dëshmorët e parë që u flijuan me datën 9 prill të vitit 1999 ishin Bashkim Ramadani Asiqi, Abosh Limon Loku, Ramiz Binak Krasniqi dhe Rifat Sokol Qelaj. Sakrifica tyre është frymëzim për çdo brez që kërkon liri dhe drejtësi. Ata janë shembuj të guximit dhe vendosmërisë që do të mbeten të paharruar në historinë tonë. Dita e 10 prillit të vitit 1999 shënoi një tjetër të arritje të mëdha.
Në orët e pasdites, forcat tona morën kazermën e Kosharës, por rëndësia nuk qëndron vetëm në marrjen e saj. Kazermën e mbajtim deri në përfundimin e luftës, duke dëshmuar vendosmërinë luftarake të luftarëve tanë për të ruajtur çdo fitore të arritur me gjak dhe sakrificë. Ky sukses nuk ishte vetëm një fitore taktike, por edhe një dëshmi e guximit dhe efikasitetit të planifikimit operacional. Në Koshare luftohej çdo ditë, në një afërsi prej 5 deri në 50 metra. Forcat serbe vazhdimisht tentuan të rikthenin pozicionet e humbura, duke angazhuar njësitë më elitare që kishin. Paramilitar, mercenar, tanke, helme kimike, e çka me nuk përdoren, por përballë tyre ishte guximi dhe përgatitja e luftarëve tanë dhe çdo herë forcat serbe ktheheshin me njësitë e përgjithësuara. Raporti forcave në terren ishte 1-5. Numri forcave tona deri në përfundimin e luftës ishte 3.000 luftetarë, ndërsa përballë tyre ishin forcat serbe me numër mbi 15.000. Një fakt që ata e pranojnë edhe vetë në filmin dokumentar të tyre, të cilin e quajnë Ferri i Kosharës. Të nderuara familjet e dëshmorëve, të nderuar veteran dhe invalid të betejës së Kosharës, të nderuar institucionet të Republikës, shumë të nderuar dhe respektuar staf komandues i betejës së Kosharës, udhëheqësi e kësaj beteje zoti Rustem Berisha. Sot nuk jemi këtu vetëm për të folur, por për të ndjerë historinë që është shkruar në këtë vend. Koshari është më shumë se një vend, simbol i sakrificës, guximit dhe lirisë. Këtu me 9 prill, 99-ën, bit dhe bijat me të guximshëm të këtij vendi murën vendimin që të thënë kufirin shqiptarë. Në emër të familjes dëshmorëve ju falenderoj të gjithë për pjesëmarrje. Lavdi, faleminderit.